Ti Shqipëri, më ep nder, më ep emrin shqiptar. Është vetëm një resht I përkthyer nga Naim Frashëri dhe ende të prek thellë. Sot po flas për poetin që ndihmoi të jepte një zë një kombi. Naim Frashëri lindi në vitin 1946 në fshatin Frashër, atëherë pjesë e perandorisë osmane, Samiun. Abdulin. Shtëpia e tij ishte si një qendër mendimi për rilindjen kombëtare shqiptare. Ai studioi në shkollën Zosimea në Janin, mësoi gjuhë, mësoi histori, mësoi filozofi. Ai punoi për administratën osmane, kaloi vite të rëndësishme në Stamboll, dhe qetësisht me këmbëngulje shkroi në shqip, turqisht, persisht. Pse është I rëndësishëm? Sepse në një kohë kur gjuha shqipe po lihej më njan, ai shkroi sikur vetë gjuha kishte rëndësi. Ai shkroi sikur një popull meritonte të shihte veten në faqe libri. Libri I tij I pari I madh, Bageti e bujqësia, botuar në vitin 1996. Ka lop, fusha, male dhe identitet. Pastaj është Lullet e verës, e butë dhe muzikore. O malet e Shqipërisë, himni I madh për përkatësi. Gjuha jon, një fest e vetë gjuhës shqipe. Naimi nuk shkruante vetëm vargje të bukura. Ai po ndërtonte një themel kulturor. Ai promovoi shkollimin në shqip. Ai mbështeti shtytjen për një alfabet të bashkuar. Ai argumentoi vazhdimisht se gjuha është zemra e një kombi. Ai madje shkroi një histori të Skënderbeut të thjeshtë. Ai ishte Bektashi, një traditë sufiste që formësoi etikën dhe artin e tij. Eposi I tij Çerbelaja nga viti 1990 tregon tragjedinë e Çerbelasë me dhemshuri dhe qartësi morale. Ajo leksohet si një pasqyrë shpirtërore, drejtësi, sakrificë, mëshirë. Ja çfarë më pëlqen tek Naimi, ai e bëri atë që ishte lokale universale. Ai I ktheu imazhet e thjeshta, bukën, fushat, malet në një fjallor dinjiteti. Ai vdiq në vitin 1900 në Stamboll, pak para se të forcohej lëvizja për pavarësinë e Shqipërisë. Por fjalët e tij ishin tashmë aty, duke bërë punën e tyre. Sot emri I tij është në shkolla, rrugë dhe një urdhër shtetëror shqiptar për kulturën dhe arsimin. Mund të gjesh edhe portretin e tij në monedhën shqiptare. Më e rëndësishmja, mund të gjesh vargjet e tij në mënyrën se si njerëzit flasin për atë që janë. Nëse doni një resht për ta mbajtur me vete, merrni këtë. Gjuha jonë është shpirti ynë. Kjo është thelbi I Naim Frashërit, poeti I fushave dhe flamujve, I përkushtimit të qetë dhe shpresës së fortë. Pra, nëse ndonjëherë pyesni veten si mund ta ndryshoj poezia një vend, filloni këtu. Hapni librat e tij, leksoni një faqe, mund të dëgjoni malet tuaja duke ju kthyer përgjigje.